dhe nazistët gjermanë, ka ndodhur mrapa edhe një ndërhyrje ushtarake që ka filluar të paktën nga 28 qershori i vitit 1944. Se i vazhdojmë me radhë dhe burakuqi. Se kuptojmë që japim përgjigje pyetjes. Dakor, më përmbledhur se do rikthehemi. Dhe gjëja është kjo që në këtë hapësirë, në vend që të rindërtohej Shqipëria e para 7 prillit të vitit 1939, ndodhi një kapje pushtetit nga forcat e lidhura me Boshtin që kulmonte në shtabin e Titos, pastaj edhe në Moskë. Që ishte i ndryshëm nga aleanca perëndimore e bllokut antifashist, që kishte parimet të tjera në raport me legalitetin e brendshëm, kushtetues edhe me legalitetin ndërkombëtar, pra të zgjidhjes së çështjeve ndërshtëtrore mbi bazën e parimeve të drejtës ndërkombëtare. Që tregojmë pak më racional dhe me kohën dhe t'i marrim faktet një nga një, se unë kuptoj që keni shumë për treguar dhe jeni njerëzit e dur për ta treguar drejt historinë e kombit, po t'i marrim me rast sepse dhe teleshikuesi kur japi shumë informacion më një herë ka pak vështirë të orientohet. Zotaj, pse bëhet ky diskutimi politik lidhur me datat? Dhe ku është roli i politikës këtu, për dikë që e gjon nga shtëpia dhe thot, okej, u bë 28, iku në 29 Gjermani fundit, dhe thënë, pse duhet jetë kaq shumë e rëndësishme? Mbas vitit 90, me ardhin e sistemit të ri, të pluralizmit, filluan këto debate. 29 nëntori është një ditë që është vërtetuar shkencërisht, që është lirimi i Shqipërisë. Këtë e kam vërtetuar dhe dokumentat gjermane e dokumentat që përmendën dy profesorët këtu. Do me thënë që ka ikur në 29 nëndor. Ka ikur në 29. Është një e para kjo. E dyta ishte një traditë 80 vjeçare që ishte krijuar, që 29 nëndori ishte ngulitur në memorien e kombit shqiptar, por dhe në memorien e popujve që luftuan kundër fashizmit. E treta është që gjatë kësaj kohe ne nuk duhet ngatrojmë që të futemi politikat, ngatrojmë sistemin socialist që kaluam me luftën antifashiste nacional shqiptare. Dhe unë dëgjova dhe diskutimin e profesorit, thot mbas 29, ta lëm 29, do fillohet ka debat tjetër për 29. Jam plotësisht dakord, ne kemi luftën antifashiste nacional shqiptare ditën e shqirimit. Dita e shqirimit edhe po vetë është e fiksuar në 29 nëndor. Këtë nuk do ta ndryshojmë. Këtë dhe politika duhet i bindet, po këtu fatkeqësisht historianët nuk bien në një vendje. Pse nuk bie? Ska burime të besueshme? Jo, burimet janë të besueshme. Të tëra janë burimet, po varet me sy shikon. Se e pruri Gjermani, kur u bë debati e çon te Ministria e Mbrojtjes, u bëjnë debati më pse afishuan e pse bën datën 29 nëndor. Ta pruri me dokumenta. Plus dhe dokumentat që u kapën nga partizanët, plus dhe dokumentat që ka prur Malingren Krasmi këtu në Shqipëri që flasin për këtë datë. Po dhe këto dy shembuj që përmend flasin për këtë datë, po dhe fotografitë që nxorën ty aty që flasin që broritën e bën në Shkodër që u festua. Pavarësisht atje nuk ka pak. Janë burime të besueshme. Janë burime të besueshme që është nuk është problemi. Edhe çfarë problemi ka që bëjnë problem. 28-29, pra unë nuk është problem. Fare ky thash që këtu ka hyrë thjesht politika dhe politika e paditur, do të thosha, se një politikë e ditur nuk do shkelte, nuk do futej sparkat në ngjarje të tilla të mëdha historike. Nuk si kur data 29, që u shpall 29 ditë e çlirimit, të rezultonte që në 29 nëndor, pas kish lindur Benito Mussolini ose Hitleri, do shtyje do bëjnë 30, ose do avancojë do bëjnë 27. Këto data dhe në vendet tjera janë konvencionale, do me dhënë mund të shtyhet një ditë, mund të shtyhet 2 ditë në varësi. Nuk janë domethënëse, nuk janë thelbësore. Nuk është qëllimi i kësaj ka qenë thjesht politik. Edhe këtu. Cilat janë përfitimet? Po bëj pyetje naive, profesor. Cilat janë përfitimet? Mos bëj pyetje naive, ma hapi një shteg kolegu dhe miku im Romeo këtu, të cilin duhet t'i jap ca përgjigje. Sepse ne historianët nuk i studiojnë ngjarjet dhe personazhet me një qasje a posteriori. Do me thënë, mbas 29 nëndorit, erdhi një regjim i cili në kundërshtim dhe me ato që kishte thënë në konferencën e Beratit. Karta e drejtave të njeriut ishte qeveroi qeverin. Ishte dhe sot nuk është aq e mirë sa ç'ishte ajo që u shpall. Dakor? Erdhi një atë e studiojmë më vete. Problemi që nga data
madje që nga fillimi i luftës së dytë botërore, në 1 shtator 1939, po sidomos bazë sulmit të Gjermanisë naziste kundër Bashkimit Sovjetik, gjithë bota perëndimore u mblodh. Ka qenë Churchilli ai i pari i cili holli parullën. Popujt sovjetik luftojnë për lirinë e tyre, sot luftojnë dhe për lirinë tonë, tha, dhe ne jemi bashk dhe mos kërkojnë të na ndajnë. Kjo luftë që bëhet sot është luftë për ekzistencë, nuk është luftë klasash. I majt, i djathtë, kush bashkohet me ne të tre, pra, është aleati jonë. Kush bashkohet me Gjermanët, është armiku jonë. Tani, ky që kriteri i luftës dytë botërore. Tani, si që ndruan forcat politike në shqim ndaj këtij kriteri. Për fat të keq, një pjesë jo e vogël, për nga popullsia, po të bësh nga përqindja, ka pas shumë shqiptarë që veshin uniformën tani të themi të milicisë fashiste. Pra pati trastar. Jo, nuk mund të themi trastar. U vesh për bukën e gojës, u vesh. Shqipëria është një rast i gojës, është pyeste ai anglezi që tha që është armiku jonë, nuk pyeste ai, edhe kjo ndodhi. Që ne patëm për fat keq, qeveri Quislinge, ne patëm forca kolaboracioniste, që i thonë anglo-amerikanët, nësë nevoja të lexojnë, do me thënë të bëjmë debat. I thonë ata që kam përjetuar, kur thonë se si sulmonin trajgjasin, po të them Gjermanët të paraprir nga ballistët cilit i vjenin zjarri shpive. Shko shive trajgjasin e vjetër sot, fshati djegur, sot e kësaj dite, duken, pacha ti, fare, të zhdukur. Kështu që kjo ka ndodhur. Dhe Romeo, ai që ndodhi mas 29-ës, po themi datën 30 tek ne, ndodhi dhe në Francë, ndodhi dhe në Norvegji, ndodhi dhe në Jugoslavi, ndodhi dhe në Holland. Do me thënë, bashkëpunëtorët, Quislingët, se Quislingët nga norvegjezët e ka emrin. Nga kryeministri. Si që pranoj Gjermanët. Po, që mori, po, të bënte punë e Gjermanë, në pushtimin Gjerman. Pra, shumë u arrestuan, ju bën gjyqet, janë dënuar dhe me vdekje, është varur vllai atij Julian Emeryt, që ka qenë një nga drejtuesit kryesorë të misioneve angleze këtu. Është varur në mes të Londrës. Pse? Ai nuk kishte vrarë njeri, po ai kishte dhënë, u kap robë nga Gjermanët dhe jepte nga Radio Berlini, ju thoshte informacion. Jo informacion, i thoshte dorëzoni, i thoshte anglezëve dorëzoni dhe u var. Kështu që kjo prit se ke fol shumë. Tani ma lini mua ta ndaj këtë kohën. Profesor, ma lini mua. Do me thënë, ti jemi të qartë, qa vjen mbrapa, dhe unë e admiroj Romeo, sepse pavarësisht nga debatet, s'është debati i parë që kemi bashkë, po kur shkruan libra Romeo, interpretimet mund t'i ketë që s'përputhen, edhe unë kam që të them kundër. Ama dokumentacionin e jep, si që dha dhe shëmohu se dia atë që dhe në misionet angleze thonë që nga ora 2 deri në 4 është evaduar forca gjermane. Është në fakt, Shqipëria është një rast i veçantë dhe nuk mund të... Eto është dhe Ramizalie, këtë mos haro. Nuk mund të bëhet... Jo, është një rast kërësisht të veçantë. E bëjmë ne të rast të veçantë. Është një rast kërësisht të veçantë për shkak se është një vend i vogël, i cili kaloi një traumë. Pushtimi fashist italian ndërpreu vijimsinë institucionale të një shteti të ndërtuar me shumë vështirësi. Dhe kur fillon me bë analizën, ti do të bash analizën e fillimit dhe mbarimit të kësaj thyrje historike, që përbëhet nga 2 pushtime të huaja dhe një uzurpim pushtetit në formë jo demokratike, të dhunshme nga një grupim... Janë përzjedhje, që janë njohur nga ndërkombëtarët. Jo, nuk janë. Në 45, po janë njohur. Nuk janë njohur. Ai ka qenë, nuk kanë qenë zgjedhje. Edhe ato gjyqjet e para kundër kolaboracionistëve, edhe ato janë përkrahur, kanë qenë anglo-amerikanët. Bëhet fjalë për analizën e elitave. Pra, nëse bëjmë krahasimin midis elitës së Shqipërisë, e cila udhëhoqi Shqipërinë për 2 deri 3 dekada nga shpatja e pavarësisë deri në fillim të viteve 40, domethënë bëhet fjalë për elitën e kombit. Njerëz të cilët kanë firmosur
aktet e pavarësisë. Bëhet fjalë për njerëz të cilët në shtatorin e vitit 1943, kur pritej shqiptarët nuk e dinin, po pristin ama një zbarkim anglo-amerikan në Bregdetin e Adriatikut, bëj fjalë për krijimin e një qeverie tranzitore e cila do priste mundësinë e një zbarkimi të mundshëm të forcave aleate në Shqipëri. Ku jo vetëm le themi ato që morën pjesë në qeverinë e parë në Gjermanet, por edhe komunistët e kanë pritur një gjë të tillë. Ata luftuan bashkë me anglezët, morën në Jemar në Duisburg, luftuan bashkë me aleatët. Domethënë nuk mohohet në mënyrë absolute lufta dhe unë thash që në krye. Por raporti i luftës nacionale shërimtare me le themi me skërmitjet e brendshme në Shqipëri është një raport katastrofik. Si mas dokumentacionit të atyre që kanë qenë prezent në Shqipëri. Domethënë, nga 100% e armëve të sjella nga Britanikët kanë sjell armët, që ta dimë ne këtu. Nuk janë marrë nga Gjermanët. Janë marrë... Po italianët që lanë, po magazinat që lanë italianët këtu. Dakord, edhe ato. Britanikët kanë furnizuar vazhdimisht. Dhe nga ky 100%, 90% e armëve, si mas statistikave të raportit final britanik, janë përdorur për goditjet e brendshme për marrjen e pushtetit. Ndërsa 10% janë përdorur, flas në periudhën shtator 43 deri në fund të 44, janë përdorur për të goditur forcat gjermane. Në fakt, Romeo, jo, të lutem tani, se nuk na lë kohë të themi. Ky është një